Përshëndetje të gjithëve. Quick announcement in English. Today's discussion will be in Albanian, but we are offering simultaneous translation into English and Serbian, so those that need it can go ahead and grab a headset. Faleminderit krejtëve që keni ardhur. Në emër të Heritage Space-it, ju falenderoj që jeni këtu. Ata që s'na njohin, Heritage Space është një platformë që implementohet nga CVB Kosova, Fundacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa kufi, që angazhohet me proceset e krijimit të kuptimit dhe vlerave në fushën e trashëgimisë. Ju që na njeni përmes thirrjes së hapur, përmes cilës kemi mbështet projektet ndryshme ndër vite, edhe me qëra fjala, thirrja e hapur kur del së shpejti, këto ditë. Javën e ardhshme del. Kështu që ta keni parasysh. Po këtë vjesht kemi nisë një program të ri në bisedë, në kuadër të së cilit jemi mbledhur sot. Ky program synon që të ofrojë një hapësirë të re për reflektim, bashkëbisedim edhe mendim kritik. Ky program organizon një seri ligjëratash publike, bashkëbisedimesh edhe fton një gamë të gjerë zërash akademik, artist, kurator, studius të ndryshëm në fushën e artit, humaniteteve dhe shkencave sociale, që mi u përgjigj pyetjeve dhe diskutimeve aktuale në kryqëzimin mes kulturës, historisë dhe politikës sot. Jemi të jetu me një moment të errët, sot globalisht, fashizmi, kolonializmi, kriza klimatike dhe krejt krizat e tjera të kapitalizmit janë gjallë e mirë. Kështu që si komunitet kena mendu që kena nevojë mu mbledh bashk edhe thjesht me pas një hapësirë ku mundemi me mendu edhe në fakt me nxit njëri tjetrën me mendu në mënyrë kritike. Krejt e dim atë shprehjen e famshme të Marxit që filozofët e kanë interpretu botën deri tash është koha me ndryshu, po në fakt Adorno në bazë të shtimit të protestave 68-ës e dështimeve tjera të shekullit 20, thot pret në fakt ndoshta se kena interpretu mjaftueshëm botën. Ndoshta kena nevojë me interpretu edhe pak më mirë. Kështu që mendoj që sot kjo është më e vërtetë se kur. Kena nevojë mu ul pak bashkë dhe mu mundu me mendu pak më mirë. Edhe ky program është një përpjekje modeste në atë drejtim. Kështu që mendoj se s'ka pas mënyrë më të mirë që më nis këtë program se sa me Vjosa Musliun. Puna e së cilës ka qenë dhe është shumë e rëndësishme në krijimin e diskursit kritik mbi historinë, politikën edhe nacionalizmin në Ballkan. Po e zgjas më shumë Donjeta Murati është këtu, kuratore dhe punëtore në art, të cila ka me prezentu Vjosën edhe me moderu këtë diskutim sot. Po para se të shkoj, derisa mas parti me falendëru Vjosën edhe Donjetën që janë këtu sot, me falendëru donatorin tonë, SIDën, Universitetin e Prishtinës, që është bashkëpunëtori ynë në këto evente, sidomos Linda Agusine, e cila na ka ndihmuar tepër shumë këto ditë. Faleminderit kolegëve tonë të CVB, cilët na mbështesin të kohën, edhe së fundmi, por jo për nga rëndësia, faleminderit stafit teknik, Izetis, dikuje, je i mrekullueshëm. Edhe dëgjim të këndshëm. Faleminderit. Faleminderit Jona, atër mirë mbrëma gjithëve. Faleminderit shumë që jeni prezent sot në nisjen e këtij programi të ri në Heritage Space. Sot së bashku me ne është Vjosa Musliu, e cila është profesoresha asistente
e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Lirë të Brukselit dhe gjithashtu është autore e 3 librave dhe 20 artikujve dhe mbi 20 artikujve shkencor. Sot Vjosa e ka një prezantim të gjatë rreth etheve të arkivimit dhe fshirjes të krijimit të historisë në Kosovë. Dhe jam shumë e lumtur me qenë bashkë me juve në këtë panel. Edhe nuk po e zgjas më tepër tash në hyrje, po e ndëgjojmë fillimisht ligjëratën nga Vjosa dhe mandej vazhdojmë me diskutim të hapur edhe disa pyetje. Faleminderit. Rama gjithve, faleminderit Donjeta, faleminderit Diona, faleminderit edhe juve që keni ardhë sonte. Sonte kom plan me diskutu për 3 momente të arkivit në historinë e fund të shekullit të 20, fillim shekullit të 21 në Kosovë, edhe I kom da në 3 lloje të etheve, ndoshta është mirë kështu me I quajt. Ethet e arkivit gjatë viteve të 90-ta në sistemin paralel, ethet e arkivit në periudhën e pas luftës, ose ndryshe që kisha me I quajt pak edhe ethet e marrës, nëse ethet e viteve 90-ta kanë qenë ethet të mbjetesës, një pjesë e mirë e arkivit ose e arkivimit të pas luftës edhe mundet mu etiketu si ethet të marrës. Dhe krejt në fund e kam edhe një periudhë tjetër ose një zhvillim tjetër me një lloj tjetër të etheve të arkivit që ka të bëj me fshirjen selektive të disa prej qëndrimeve të lëvizjes vetëvendosje, cila është parti me një shumicë të konsiderueshme në pushtet sot. Kjo është paka shumë struktura, unë do të provoj të jem sa ma e shkurt, se jam shumë ma interesuar me diskutu, se sa me ligjëru sonte. Por ndoshta krejt shkurtimisht, kisha dashur me u ndal pak te arkivi, te koncepti I arkivit, para se me u ndal në këto 3 pika të etheve të arkivit në Kosovë. Nga greqishtja, arkiv kuptohet si shtëpi, si vend ndodhje, si vend banim ku ruhen, sistematizohen, organizohen, edhe prap ruhen, pra fokusi është rujtja I të dhënave të rëndësishme, fakteve të rëndësishme historike dhe jo vetëm. Duke qenë se arkivi mveshet me këtë farë përgjegjësie të ruajtjes dhe selektimit të asaj se çka duhet të ruhet, në vetvete arkivi mbështillet edhe me një pushtet, sepse në këtë mënyrë edhe përcakton çfarë është e rëndësishme të ruhet, edhe çfarë duhet të fshihet për t'i dhënë hapësirë atyre që duhet ruhen brenda në arkiv. Duke pas këtë veçori kaq ngushtë të lidhur me pushtetin, arkivi si I tillë, të arkivuarit si veprim, bëhet detyrimisht akt I rëndësishëm politik. Edhe prandaj do të duhet të merrej seriozisht në gamën e gjerë të shkencave shoqërore. Ai që është marrë gjerësisht me studimin e arkivit, ose të paktën atë me cilin jam marrë edhe unë pak ma seriozisht, është filozofi algeriano-francez Jacques Derrida, I cili në librin e tij Ethet e arkivit e lidh arkivin me kontroll, me pushtet, që vjen si rezultat I po këtij kontrollimi të arkivit. Aty përcaktohet, thot Derrida, çfarë ruhet, çfarë duhet të ruhet, dhe në këtë mënyrë legjitimohen të vërtetat historike dhe përcaktohen cilat janë të vërtetat historike. Prandaj, sipas Derridës, ata që kontrollojnë arkivat, pra ata që vendosin çfarë duhet të arkivohet, e kontrollojnë shkencën, kontrollojnë bamendjen kolektive, kontrollojnë formimin e identitetit kombëtar e kështu me radhë. Për Derridën, për shkak se arkivi në vetvete është përpjekje për të homogenizuar dhe për të totalitarizuar fakte edhe të vërteta të caktuara, kjo përpjekje natyrshëm, thot ai, arrihet duke përjashtuar të vërteta të tjera. Për të,
arkivi e ka një kusht që e destabilizon atë në vazhdimsi. Për deridën, arkivi e ka një lloj sëmundje, nëse kisha përkthy nga frëngjishtja, është një, do të përkthehej sëmundje arkivit, sipas të cilit arkivi do të krijojë të vërteta të kulluara, të pakontestueshme, të cilat pastaj e legjitimojnë një narrativ të caktuar, por në të njëjtën kohë, duke totalitarizuar të vërtetat të caktuara, arkivi po ashtu mohon, fshin ose mënjanon të vërteta të tjera. Dhe për shkak të kësaj, ai e quan këtë sëmundje të arkivit. Tash në anglisht, kjo është përkthyer si fever, si ethe. Në holandisht po ashtu është përkthyer si koorts, që i bie po ashtu ethe. Pavarësisht se personat isha ma e tundume me e përkthy nga frëngjishtja, duke qenë se shqipja është më e përafërt me frëngjishtën se sa me gjuhë gjermanike, vendosa me e përkthy si ethe edhe jo si sëmundje. Po ky përkthimi imi është detyrimisht një intervenim politik po ashtu. Sepse sëmundja është gjendje, sëmundja mund të jetë patologji. E ka një farë stigme jo të përkohshme, mund të mos jetë e përkohshme, ndërsa ethet në vetvete e kanë stigmën e përkohshmërisë, është diçka që mund të tejkalohet, është diçka e përkohshme. Edhe për mu, këto 3 ethe të arkivit të Kosovës dua t'i shoh si ethe dhe jo si sëmundje. Këtë edhe mund ta konsideroni si shumë shpresdhënëse ose ndoshta si naivitet diasporesk, nuk e di, mund ta diskutojmë edhe këto. Ajo çfarë është më rëndësi në aspektin e arkivit është po ashtu fakti që nuk mund ta ndajmë arkivin dhe të arkivuarit nga prodhimi i dijes po ashtu. Në librin e tij Arkeologjia e dijes, Michel Foucault e lidh arkivin drejt për së drejti me kultivimin e dijes. Për të, arkivi është së pari personifikim i asaj që mund të thuhet ose mund të pretendohet, dhe së dyti, ndoshta edhe më rëndësishme, mënyrës se si mund të artikulohet një vërtet e caktuar. Prandaj për sonte, duke u nis nga premisa që arkivi është ngushtësisht i lidhur me dijen, arkivin e kuptoj si diçka jo statike, jo si diçka që vetëm ruhet në institucione, në godina, në premisa të caktuara, por edhe si mbamendje e hapësirës publike, mbamendje në hapësirën publike po ashtu, mbamendje në hapësirën jo publike, edhe si kusht metafizik, pra si mendohet edhe çfarë mendohet në bazë të këtyre të vërtetave. Në kuptimin politik, pra nëse i kthehemi tash spektrit të shkencave politike, të marrëdhënieve ndërkombëtare, arkivi është parë tradicionalisht si qeverisje. Pra, të bërit e kolonive, vetë procesi i kolonizimit, nuk ka mund të ndodhë pa krijimin dhe pa mirëmbajtjen e arkivave. Janë arkivat e kolonizatorëve që krijuan edhe legjitimuan prezencën e tyre në vendet e caktuara dhe pastaj e legjitimuan tutje vendndodhjen në po këto vende. Roli i arkivit ka qenë po ashtu i patjetërsueshëm në formimin e kombeve shtet të shekullit të 19, ka qenë po ashtu edhe i mirë vendosur në vetë krijimin e kombeve të bashkuara. Në momentin që kombet e bashkuara u etabluan u themeluan si organizat ndërkombëtare, bashkë me krijimin e kombeve të bashkuara u krijua edhe një arkiv i cili do të krijonte narrativin se çfarë do të jetë komuniteti ndërkombëtar, si do të jetë ky komunitet ndërkombëtar e të tjera. Arkivat po ashtu kanë shërbyer edhe në disa raste kur ka mungu drejtësia ose janë përdorur për zëvendësim të drejtësisë, për shembull si në rastin e hapjes së dosjeve të Stasit në Republikën Demokratike Gjermane. Shqipëria ka qenë në ethet e arkivit tash 30 vjet me dilemat për hapjen ose mos hapjen e dosjeve sekrete të regjimit komunist.
Për Kosovën janë dy kushte sociologjike dhe politike, të cilat mendoj se e bëjnë arkivin edhe më të rëndësishëm. E pari është shtetëndërtimi, kushti I parë pra shtetëndërtimi, krijimi I shtetit, krijimi I një komuniteti të ri nuk mund të paramendohet pa arkivin, pa krijimin e historisë, pa mbamendjen kolektive. Dhe kushti I dytë ka të bëjë me kontekstin e pas luftës në Kosovë. Kur them pas luftës, nuk e kam parasysh vetëm eskalimin brutal të dhunës shtetit serb ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë në fund të viteve 90-ta. Me pas luftë po I referohem një kushti pak më të gjerë historik, që fillon dikon me reformën agrare, procese të cilat janë qëndësisht koloniale të vendosjes aparatit shtetëror në Kosovë, pastaj dehumanizimin e faktorit ose subjektivitetit shqiptar në Kosovë, rënimi I këtij subjektiviteti tutje gjatë periudhës së viteve 90-ta dhe pastaj erupsioni final me luftën. Sidomos në periudha të pas luftës, sidomos pas krimeve të mëdha të pa precedent, roli I arkivit bëhet edhe më I rëndësishëm. Sepse pas lufta, përveç që sjell kufi të ri, heroin të ri, gjelat të vjetër ose të ri, po ashtu sjell edhe nevojën për të diskutuar çfarë duhet të mbahet mend, çfarë duhet të harrohet, pse edhe si. Kjo është pak a shumë ajo ekspoze e shkurt, të cilën doja ta bëja në raport me arkivin, po filloj me ethet e para, pra ethet e dekadës së shtetit paralel, të cilat në një farë mënyrë mund edhe të quhen si ethet të mbijetesës. Në periudhën e viteve 90-ta, pra kishim krijimin e një sistemi paralel brenda Serbisë, I fokusuar sidomos në edukim, në shëndetësi dhe në drejtësi. Gjatë kësaj kohe, nëse shohim sidomos sektorin e edukimit, vërehet se ka qenë një arkivim, një protokollim dhe një burokraci e mirë organizuar për kushtet edhe për kohën, në raport me sistemin e edukimit. I gjithaj sistem I organizuar për dhënien e librezës së nxënësit, diplomave, çmimeve të ndryshme kulturore, dekoratave të ndryshme, të një shteti fiktiv, të një shteti imagjinar, e po ashtu të një imagjinate e cila në vazhdimsi duhet të cenzurohej, sepse edhe ajo imagjinat, edhe ai shtet imagjinar duhet të ishte po ashtu në fshehtësi të plotë. Sepse vetë imagjinata e një Kosove në vitet e 90-ta, e ati dokumenti libreza nxënësi që thotë Republika e Kosovës, vetë ajo imagjinat e kërcënante ekzistencën e shtetit serb dhe jo vetëm. Gjatë Bienales manifestos u dokumentuan po ashtu dhe 10 raste kur diploma janë dhënë edhe post mortem për student ose nxënës të cilët janë vrarë gjatë protestave ose të cilët kanë ikur dhe pastaj kanë vdekur gjetiju. Pra, I gjithë ky sistem, sado jo I avancuar që mund të ketë qenë edhe për kohën, edhe për sot, është në vetvete një përpjekje e rëndësishme arkivore për të dokumentu mbijetesën, për të dokumentu edukimin në këtë rast. Për studentët e shkencave politike, që besoj mund të ketë edhe këtu bashkë me neve sonte, ju e dini që në kuptimin weberian, sidomos për studiuesit e shkencave politike, shteti pak a shumë njësohet me burokraci. Është I barazvlefshëm me ekzistimin e një burokracie, e një protokolli. Është interesante që në vitet e 90-ta, pavarësisht gjendjes fiktive të atij shteti, kanë ekzistuar tendenca ose përpjekje për arkivim. Një prej rasteve ndoshta më interesante të kësaj periudhe është evidentimi ose dokumentimi privat me videokaseta të helmimit të nxënësve në fillim të viteve të 90-ta.
rreth 10.000 nxënës shqiptar helmohen masivisht në për shkolla në fillim të viteve të 90-ta, edhe ajo çfarë shohim nga aparati shtetëror dhe akademik i asaj kohe, kemi pas Stefo Balošević, i cili ka qenë infektolog në Prishtinë, i cili del në RTS, edhe në RTP, deklaron se kjo çfarë po shohim është një skenë e madhe aktrimi. Këta fëmijë, thot ai, duhet me konkurun kanë me këto aftësi të jashtëzakonshme të aktrimit. Pra qua një farë histerie kolektive dhe e mënjanon në mënyrë shkencore mundësinë që kemi të bëjmë me një helmim. Pas kësaj ndodhe edhe konferenca e mjekëve dhe infektologëve në Zagreb, edhe me një shpejtësi marramendse botohet edhe një special issue në revistën shkencore të epidemiologjisë, ku dokumentohet shkencërisht që nuk kemi të bëjmë me helmime, po kemi të bëjmë me një histeri kolektive. Tash përballë kësaj, këtij arkivimi, këtij dokumentimi shkencore dhe institucional, kemi pas përvoja, orvatje individuale të dokumentimit të helmimit, zgjerimit të retinës, shkumës që del nga goja e studentëve e nxënësve shqiptar në video kaseta. Këto orvatje mundën mu konsideru edhe si orvatje kundër arkivore ose counter archives, sepse ato në mënyrë të drejtë për drejtë e kundërshtonin narrativën zyrtare të shtetit serb në atë kohë. Po përveç kësaj, në përgjithësi, krejt këto orvatje për arkivimin e jetesës, mbjetesës, rezistencës të viteve të 90-ta, janë po ashtu orvatje për arkivimin e vetë mbjetesës. Çka dua të them me këtë? Kjo është periudha kur popullsia shqiptare në Kosovë ishte kthy në atë që Giorgio Agamben do ta quante bare life. Ose, për mos me përkthy kaq vrarë si jetë e zhveshur, ndoshta një përkthim ma adekuat do të ishte ne ishim kthy nga njerëz me subjektivitet politik, sociologjik dhe njerëzor, ishim kthyer në frym. Ne numëroheshim si frym që gravitojnë, vegjetojnë në për këto hapësira. Pra, ne, duke qenë se ishin zhveshur nga të gjitha këto subjektivitete tjera politike e sociologjike, këto orvatje arkivore unë i shoh edhe si orvatje për të dokumentu ekzistencën e një jete e cila nuk është vetëm frym njerëzore, por është edhe jetë me subjektivitet. Arkivat e pas luftës janë ethet e dyta të cilat do të duhej të ndalem sonte. Kjo është po ashtu pjesë e madhe e punës ime akademike në Bruxelles, po ashtu, dhe ndoshta do të duhet të ndalem në më shumë pika këtu varësisht sa na lejon koha ndonjëherë. Përfundimi i luftës në Kosovë e rikrijon Kosovën si produkt para së gjithash i luftës çlirimtare dhe e arkivon atë me simbolin dhe me materialitetin e një ushtari me Kalashnikov në dorë. Ushtari theksin i vogtu të gjinia mashkullore. Në pas luft ka pas një tendencë e cila në një farë forme ka vazhdu deri më sot, që krejt metafizikën e Kosovës së çfarë do të projektohet, si mund të imagjinohet, krejt metafizika e Kosovës të ngushtohet në aq sasi të vogël sa mund të dalë prej një tyte të Kalashnikovit. Edhe rezistenca, edhe krenaria, edhe elementet për shëndërtim janë parë si rezultat i kësaj lufte çlirimtare. Në pas luft, pastaj shkrimi dhe dokumentimi i historisë
u pastrua gati me një natural selection nga demonstratat e studentëve, nga historia e rezistencës së viteve të 90-ta dhe u formua një piramid në majtë së cilës është pa diskutim një subjekt mashkullor me Kalashnikov në dorë. Në këtë konceptim të historisë, ashtu siç kolegët me Sinita Luci, Linda Gucia, Vjolca Krasniqi, Iciar Muika Qao e shumë të tjerë e kanë dokumentu se në këtë lloj të homogenizimit të historisë dhe të arkivimit të historisë nuk ka vend për rolin e subjekteve jo mashkullore, për aktivizmin feminist të viteve 90-ta, të viteve të 10-ta. Dhe nuk është se nuk në këtë periudhë nuk është shkru ose nuk është dokumentu diçka tjetër po ashtu, sigurisht ka pas ndërhyrje të tjera. Janë 5 libra të cilat mua më kanë ardhur në vëmendje që nga themelimi i gjykatës speciale në Kosovë, e të cilat do të ishte interesant të ndaleshim ndoshta sonte. Hajrush Kurtaj, Flaka e pashuar, Skënder Zhitia, Ushtria Shqiptare e Kosovës, zona operative e Llapit, Nuhib Bityqi, Libri i luftës, Ilas Kadolli, Syri i Shqiponjes, Jakub Krasniqi, Kthesa e Madhe. Të 5 këta libra po përdore si dëshmi nga gjykata speciale, autor të këtyre librave po thirren në dëshmi tash në dhomat e specializuara në Hagë. Libri që është interesant ndoshta për ta diskutuar në aspektin arkivor është po libri Flaka e pashuar, botimi i cilit është bërë nga Instituti i Historisë Ali Hadri, edhe është ndihmuar nga shoqata të tjera. Në deklaratën e tij, zoti Kurtaj, Hajrush Kurtaj, në deklaratën e tij në Hagë thotë e kam portretizuar UÇK-n dhe e kam përshkruar siç do doja të ishte. Duke marrë parasysh këto zbukurime e egzagjerime, ju lutem mos e merrni këtë libër si fakt real, sepse ato që kam shkruar nuk janë fakte reale. Ky është libër i shkruar dhe i komisionuar nga Instituti i Historisë Ali Hadri në Prishtinë. Autori i këtij libri ka marrë po ashtu një endorsement të librit nga ish rektori i Universitetit Kadri Zeka në Xhilan Bajram Kosumi, i cili e duartroket librin si të mirë mbështetur në fakte historike. Autori po ashtu është shërbyer me një dekorat nga ish presidenti Hashim Thaçi. Është interesante se si këto përpjekje arkivore që na dalin të jenë të egzageruara, të zbukuruara për arsye politike, dalin tani edhe kundërvihen vetë narrativit historik, vetë mbamendjes kolektive dhe po asaj të vërtete të cilën ne kolektivisht paka shumë kemi vendosur ta krijojmë pas çlirimit, pas pavarësisë së Kosovës, edhe po ashtu janë deklarata të cilat e vënë në pikpyetje të imagjinuarit e Kosovës si një përbërje ose si një projekt që na del prej kësaj piramidës që përmenda pak më herët. Në vitin 2022, bashkë me kolegën time Brunilda Palin, ne jemi marrë me arkivin personal të Esat Shalës për të vënë në pah përpjekje tjera arkivore, personale, sidomos kur kihet parasysh se çfarë arkivi është prodhuar gjatë këtyre viteve. Esat Shala është një djalë 39 vjeçar nga fshati Krajkov, i cili ka mbledh deri 2500 video materiale, i ka digitalizuar vetë dhe ka kthyr dhomën e tij në një arkiv për të mbledhur dëshmi të viktimave të luftës në Kosovë. Në gjithë repertorin e tij dhe në mënyrën se si Esat Shala flet për arkivin e tij,
shfaq për mu edhe për Palin, shfaq një element të habis, një element të përçudnis. Për to është e pa imagjinueshme deri në naivitet se si nuk është arrit të mblidhen këto dëshmi kur ekzistojnë. Por në të njëjtën kohë janë mbledhur dëshmi të cilat sot na dalin që nuk janë dëshmi, edhe kur janë të vullosura nga një institut i historisë së një vendi. Dhe deri këtu nuk është se përvojat personale ose arkivat personale nuk janë të pa dëgjuara. Në këtë kuptim Esad Shala nuk na sjell ndonjë gjë të re. Ajo që bën më interesante rastin e tij është se mbledhja e arkivit për të është psikologjikisht destabilizuese, është haunting, është përndjekse, e pamundson ekzistencën e tij politike, si qenje politike, duke qenë se e rënon psikologjikisht. Dhe pyetja që shtrohet është çfarë shtyn një individ të mbledh dëshmi që janë kaq përndjekse për shëndetin e tij mendor. Dhe besoj se kjo pyetje ka shumë a shumë kuptim në një ambient ku mbledhja dhe ruajtja e asaj çfarë ka ndodhur jo shumë kohë më parë ka qenë kaq e paqëndrueshme. Prandaj Esad Shala në një farë forme na e shpërfaq në mënyrë kaq brutale të gjithë lehtësinë me të cilën është arkivuar dhe nuk është arkivuar gjatë periudhës së pas luftës. Dhe këtu pavarësisht se ne mund t'i amnistojmë strukturat ndërkombëtare, për mua është me rëndësi të theksohet po ashtu që vetë me ardhjen e strukturave ndërkombëtare në Kosovë dhe vendosjen e tyre këtu, ka pas po ashtu një narrativ e cila vazhdimisht i ka mëshu një narracioni, një farë master narrative që nuk ka nevojë më marrë me të kaluarën. Fokusohuni te e ardhmja. Kjo nuk është një kërkesë e prekshme mos u merrni me arkivin, por e krijon një farë gjendje politike në të cilën artikulohet qartë se çfarë ka ndodhur nuk është aq me rëndësi. Shikimi ka e ardhmja është ku duhet të orientohet kosovari i ri. Kjo e ardhmja ka qenë gjithmonë Bashkimi Evropian, demokracia, tregu i lirë, të gjitha këto që janë diku rrugës, po nuk po vinë, domethënë janë gjithmonë në përpjekje sipër për të na u afruar, po në të njëjtën kohë duke se nuk po afrohet. Në këtë periudhë të pas luftës më duhet të përmend po ashtu edhe përplasje ose ndërhyrje jashtëzakonisht të rëndësishme të arkivit dhe të mbamendjes publike. Arkivi jo zyrtar i Bujkut, Oral History Kosovo, Shtëpia Muzeje Ferdonie Çerkezit, Lombardi Public Archives, Ringjallja e frontit të grave antifashiste të Kosovës, Arkivi i Rilindjes dhe plot të tjera të cilat janë mundu ta ngucin, ta destabilizojnë qoftë atë lloj arkivi që është mbledhur, qoftë atë lloj arkivi i cili është mbledhur, po ashtu duket qartazi, sidomos me rastet e gjykatës speciale që nuk janë vetëm ethe të atij lloji arkivi, janë po ashtu është një gjendje e turpit, janë ethe të marrës më shumë se sa që janë ethe të arkivit. Krejt në fund, do të ndalem te ethet e fundit, ethet e vetëvendosjes, të cilat për mua më shumë se ethet e arkivit të vetëvendosjes janë ethet të vetëvendosjes në vetvete, ose ankthi i vetëvendosjes, ndoshta më mirë se sa ethet. Rishtazi, lëvizja vetëvendosje, ka fshi nga websajti i saj në mënyrë selektive të gjitha dëshmit e artikulimit të saj të dikurshëm në mbështetje të popullit palestinez, të luftës në Gaza, sidomos gjatë sulmeve të vitit 2014, dhe po ashtu ka fshirë edhe përplasjet e tyre të vazhdueshme, që duhet të nuk kanë qenë përplasje elegante, ka qenë përplasje jashtëzakonisht të mirë artikuluara, por jo elegante, me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë.
Këto të dyja, në një artikull që kemi shkruar bashkë me Piro Regjepin, për neve nuk janë aksident. Fshirja e njërës e ka kërkuar detyrimisht fshirjen e tjetrës. Këto nuk mund të fshiheshin si të veçanta. Pra nuk mund të fshihej vetëm arkivi i përplasjes me ambasadorët e SBA-ve, siç nuk mund të fshihej në vetvete vetëm arkivi i mbështetjes me popullin palestinez. Për dallim prej rasteve të tjera, për mu këto ethe janë ethe të tjera, sepse vrehet ndoshta edhe një dozë krimi që mund të artikulohet në këtë fakt, sepse janë mbledhur dëshmi të cilat më pas fshihen, të cilat më pas thjesht më njanohen nga ADN-ja e lëvizjes, por nuk më njanohen vetëm nga ADN-ja e lëvizjes, më njanohet i tër artikulimi, një pjesë e mirë e artikulimit dekolonial, i cili ka qenë i zhvilluar në atë kohë. Për mu janë dy elemente që përshkruaj këtë fshirje të arkivit të lëvizjes vetëvendosje, bashkë me elementin e dashakeqës që e përmenda më herët, fshirja e arkivës natyrisht që është bërë me kalkulime gjeopolitike, sepse sidomos në vazhdën e dhunës gjenocidale të paprecedent në Palestinë, çdo lloj përkrahje, sidomos ato çfarë i ka pas lëvizja vetëvendosje në vitin 2014, po edhe në vitin 2016, do të çonin mesazhin e gabuar në Washington, në Berlin edhe në Bruxelles, dhe në këtë mënyrë do të çorientonin rrugën evropiane të Kosovës, ose të paktën kështu duket se mendohet. Por fshirja në vetvete është një praktikë koloniale. Fshirja e dëshmive, fshirja e përvojës, fshirja e një artikulimit të saktuar është në vetvete praktikë koloniale, dhe prandaj është me rëndësi që të diskutohet se në çfarë konditash politike po bëhet kjo, dhe çfarë realisht po rinegociohet në këtë lëvizje si rezultat i kësaj fshirje së pjeshme. Aspekti i dytë është që frika me mbështetjen për Palestinën është frikë se mos Kosova racializohet si jo perëndimore, domethënë jo përparimtare, jo e dëshirueshme në klubin evropian, edhe më tutje e rikthen në identifikimin ose përfaqësimin e saj si një vend ballkanik, i prapambetur, homofob, patriarkal dhe të tjera. Do shta është me rëndësi të lexoj krejt në fund diçka që e përmbledh leximin tonë, dhe do ta bëj në anglisht për shkak se nuk kam arrit me përkthy në mënyrën më të mirë të mundshme. When Vetëvendosje claims leftist politics, like almost all European leftist abstract humanism today, it does so from a theoretical Hegelian distance to save face from its complicity in genocide. It also does it in the most clownish and Occidentoxic manner, seeking European affirmation by calling on the European canons of enlightenment and universality, while having nothing to say about how those seemingly universal but ostensibly European rights were only awarded to Ukrainians, but not Palestinians. Kjo është një prej argumenteve të cilën unë dhe Piro Regjepi e shtrojmë në artikullin tonë. Përveç aspektit politik të fshirjes së këtyre të dhënave, për mua është po ashtu jashtëzakonisht problematike fshirja në vetvete, për shkak se gjatë asaj periudhe, jashtë spektrit akademik, në vetëvendosje, në shkrimet e vetëvendosjes, është artikulu në gjuhën shqipe qëndrim dekolonial. Janë zbërthy terme dhe frazeologji të rëndësishme të literaturës dekoloniale në Shqip.
sidomos kur flasim për dekolonialitetin në fazat e fundit të globalizmit. Dhe fshirja e kësaj dëshmie është po ashtu një fshirje hermeneutike, është po ashtu një varfëri diskursive, e cila nuk na e lën si trashëgimi atë të cilën e kanë artikulu në qëndrimet e tyre. Krejt në fund, me qenë se fillova me një koncept për arkivin, dhe ju referova arkivit në original nga greqishtja, në fjalorin e gjuhës shqipe, arkivi shpjegohet, thot, si emër i gjinisë mashkullore dhe definohet si institucion që grumbullon, ruan, sistemon e boton dokumente me vlerë historike. Është interesante për mu që arkive në gjuhën shqipe është parasitjethash emër i gjinisë mashkullore e para, sepse më rezulton që grumbullimi dhe ruajtja nuk është se kanë qenë aktivitete të subjekteve mashkullore. Mu më rezulton që subjektet mashkullore kanë botu në vazhdimsi, botimet e cilat shpesh herë janë kontestu edhe në baza faktike, por pjesa e grumbullimit dhe e ruajtjes nuk më rezulton se është pjesë e asaj mbamendje të historisë e atij arkivimi të historisë. Po e lë këtu. Faleminderit. I kam përgatitur disa pyetje, po edhe i kishim hap për diskutim tash pjesën e kësaj ngjarje. Po kisha filluar ndoshta me arkivin e Esas Shalës, sepse tu e lexuar edhe artikullin, e shoh një farë nevoje të patjetërsueshme për me tregu shumë se çka ka ndodhur dhe dyshur si me pa edhe luftën edhe vitet e 90-ta, se çka mundet me ndodhë nëse nuk jetu e regjistru mirë kauzën tonë, ose nuk jetu e regjistru mirë historinë, edhe një farë nevoje për me tregu tash. Dashta me ju pyet se si shedh të rëndësishme arkivat personale, edhe pse bashkë këtë arkiv personal keni vendos me trajtu në artikullin e juj. Faleminderit. Ashtu që e thash, Esas Shala është rast interesant për shkak se nuk i përgjigjet një tipologjie tipike të atyne që miren me arkiva personale. Ka plot raste të cilat i identifikova edhe në ligjëratën pak më herët, ku kemi individ të caktuar të cilët për shkak të afinitetit profesional, intelektual, merren me arkiva personale, por Esas Shala e prish këtë tipologjin klasore edhe socio-ekonomike të ruajtjes së materialeve. Kjo është aspekti i parë. Pra, ajo çfarë Esas Shala bën nuk përputhet mirë, nuk më flan mirë me kozmologjinë urbane edhe intelektuale të Prishtinës ose të Kosovës, por në të njëjtën kohë e artikulon jashtëzakonisht qartë një çudi e cila do të duhej të na çudiste të gjithëve, po në atë mas sa e çudit edhe e mba zgjuar Esas Shalën. Ai në disa intervista konfirmon që ka body tremors kur është në gjumë, dhe nuk arrin me bo gjumë qetë. Dhe rastet të tilla kur arkivat personale shndrohen në aktivitete përndjekse, një filozofe Dorothy Riley e quan këtë arrested time. Do me thonë, vetë koha edhe ekzistenca e Esas Shalës është në arrati. Sepse ai jeton në arratisje duke mundu që të mbledh këto të dhëna këto evidenca. Është po ashtu, përveç se unë përmenda elementin e habis, por çfarë vrej në arkivat personale është po ashtu edhe një ndjenjë e përgjegjësisë për të ruajt, për t'i dhënë jetë, për të ringjallë një artefakt, një të dhënë historike e cila ka ekzistuar. Dhe në këtë mënyrë rasti i tij, sidomos për aspektin
kohor më jep të kuptoj një rëndësi tjetër të arkivave personale. Po, sidomos për shkak se në Kosovë shpesh kritika rreth arkivave, sidomos arkivave institucionale, është fakti që janë arkiva fragjile. Edhe nuk është që ka pas arkiva të vjedhuna, ka artefakte ende të vjedhuna edhe që mungojnë ende në Kosovë. Edhe kritika shpesh që formohet është rreth asaj që edhe tashmja nuk është u arkivu si duhet, ose nuk është një pjesë. Ose paraqet kisha me thonë një dokuri interesant që ndoshta dështon arkiva në Kosovë ose arkiva institucionale për me kriju një tregim totalitar që përmendet ma herët. Tashti për shkak se gjindemi në këtë situatë, ajo duket kjo që është një humner e thellë që nuk kemi të regjistrua, po është një mundësi e mirë ndoshta për me kriju arkiva progresive ku me marrim elemente të ndryshme të kritikave ndryshme që bëhen arkivave ndoshta në shtete të tjera për me kriju diçka të re, si duket kjo gjendje tash sa i përket arkivave institucionale dhe regjistrimit e historisë. Ne kuptoj. Po arkivi në vetvete është institucion fragjil. Në çfarëdo situate, në kontekste të pasluftës, në kontekste të ku institucionet tradicionale në kuptimin weberian nuk janë të mirë vendosa, është fragjile edhe në kuptimin e vetë ekzistencës. Mirë po fakti që, si të përmende fjalën humner, mendoj që kjo munges e qasjes ma proaktive institucionale për arkivim edhe për mbledhjen edhe ruajtjen e dëshmive, sidomos e ruajtjen, jo detyrimisht në vetvete është vetëm problem. Pra në këto qarje gjej edhe shumë mundësi për intervenimet e tjera, qoftë personale, qoftë kolektive, për të mbledh dëshmi, për të ruajt edhe në këtë mënyrë edhe për ta decentralizu pak të arkivuarit. Në këtë formë nuk i lihet tagri vetëm një institutit saktuar ose vetëm institucioneve shtetërore për të mbledh dëshmi, por me këto intervenime të kolektiveve të ndryshme të individëve edhe cënohet pak ai totalitarizmi i institucional, sidomos në raport me arkivin. Dhe mendoj që këto raste të cilat i përmenda ma herët, edhe përfshirë edhe rastin e Satëshalës, e bojnë pikrisht këto. Në vazhdimsi e destabilizojnë diçka e cila e ende as nuk është formosu. Po duke e bërë këtë, e krijojnë një farë tereni për ta imagjinu edhe atë arkiv institucional të vendoset në kondita tjera nga çfarë mund të ishte vendosur. Nëse të kuptoha drejt. Po, edhe po e bëj veç edhe një pyetje dhe po e hapi për gjithë tjerë. Po du më ndalë pak edhe të kjo pejsazhi arkitektonik, pak e përmendet një burë me Kalashnikov që faktikisht e prezenton mas shumë të kujtesën kolektive, sidomos në hapësinë publike. Edhe veç po mendoj është një vend që është i pashënjuar ose me ngjarjet që ka ndodhur, që edhe këtë vendin ku jemi sot në Garand ka ndodhur shumë çka në periudha të ndryshme prej ekzistencës së hotelit e deri sot. Tu përfshi edhe krimet luftës edhe po mendoj nuk janë fizikisht të dokumentuar se po gjenden në tekste të ndryshme. Edhe tu i mendu edhe këto me Kalashnikov, ndoshta veç po më kujtohet që plot prej këtyre nismave janë edhe private, do të thotë ka familje që i krijojnë disa monumente në gjithë Kosovën për shkak se nuk ka ndonjë strategji të saktë shtetërore me sa e diun për kujtesën edhe të luftës, po edhe të krejt pyetjeve tjera, veç më interesoj ke pak edhe ma shumë se si e shënia pejsazhin arkitektonik, nëse mund të me elaboru edhe pak rreth kësaj, sidomos në aspektin gjinor se pak e përmendet. Faleminderit. Po, këtë vit, bashkë me Iciar Mui Kachau nga Universiteti Bask, kemi publiku një libër
për praktikat feministe të shtetë ndërtimit në Kosovë, dhe aty nga rezulton në fakt që arkivimi dhe konceptimi i hapësirës publike është tërësisht mashkullor, edhe është tërësisht jo dashamirës ndaj subjekteve jo mashkullore. Çfarë dua të them me këto është nëse e shikon, sepse hapësira publike ose ajo çfarë vendoset të mbahet në hapësirë publike nuk mund të ndahet prej arkivit. Nëse shohim Prishtinën si kryeqytet, janë 4 figura të gruas, të cilat e përshkruajnë peizazhin arkitektonik të Prishtinës. Është hynesha në Fran, cila është centerpiece në Muzeun Kombëtar, e pas që ishte vendosur edhe në hyrje të Prishtinës tash. Është busti i ish sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright, është monumenti heroinat, edhe është një statuje nënës Terezë. Edhe mu më intereson në hapësirën publike, çfarë mekanizmi politik e sheh gruan ose si shenjtore, ose si të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, ose si sekretare e shtetit kryesor sponsorizues të Kosovës. Çfarë gruaje humbet në këto 4 lloje të përfaqësimit të gruas në peizazhin arkitektonik të Prishtinës. Do të thonë edhe cilat lloje, do të thonë cili përfaqësim detyrimisht fshihet nga kjo pjesëmarrje. Kolegët e mi nga Universiteti i Gedit, Albertini dhe Demaj, kanë bërë një studim 4 vjeçar ku gjejnë se vetëm 2% e emrave të rrugëve të Prishtinës janë emra të personaliteteve gra. Do të thonë është hapësira publike, peizazhi arkitektonik i Prishtinës qoftë në aspekte të emërimit, qoftë në aspekte të komemorimit të këtyre emrave, është jashtëzakonisht jo mikpritës, jo dashamirës ndaj kontributit të grave në shoqëri, qoftë në kontributin e tyre në aktivizmin e para luftës, qoftë në rolin që ato kanë pas në periudhën e pas luftës. Ky është një prej konkluzioneve të cilin ne e gjejmë edhe në librin ton që është publiku këtë vit. Po esenca e gjithë kësaj dhe rëndësia e gjithë kësaj është prapë të ajo që e thash në fillim, nuk mund ta ndajmë arkivin, do të thonë ajo çfarë ruhet me vetëdije dhe me planifikim të qartë, qoftë institucional, qoftë të shoqërisë civile në raste të tjera, prej mënyrës se si arkivi pasaj depërton në forma të tjera edhe në peizazhin arkitektonik. Çfarë arrihet të komemorohet, të mbahet mend në për rrugë, në për statuja, edhe në mënyrën se si pasaj hapësira publike na ofrohet ne të tjerëve. Dhe çfarë marrëdhënie na lejon ajo hapësirë publike të krijojmë ne me peizazhin arkitektonik të Prishtinës, për shembull, nëse përfaqësimi i rolit të gruas në shtetë ndërtim janë këto 4 prototipe, ta themi kështu. Okej, përshëndetje. Pikës pari faleminderit shumë. I kom marrë shumë shënime, kështu që po mundona mos më bëj 100 pyetje, po mu interesoj që ajo që përmendet që lëvizja vetëvendosja i ka fshi për shkak gati krejt provat realisht janë konë ever pro-Palestine, që është, ma kujtoj pak që atë thonë një new stab of fascist, the liberal bleeds, po për shembull ju kur e keni punu që to, çisha komentoni që realitetin që realisht edhe lëvizja vetëvendose janë krejt pjesë e një populli që jena kont kolonizum, edhe për shembull çisha keni komentu, çisha keni mendu që to kur e keni po realisht se në term anglisht ata janë grifters tash që po mënohen mira në sytë mirë Amerikës edhe Izraelit, po mënoj u konë interesante me ndëgju që të. A marrim edhe pyetje tjera, të vazhdojmë më përgjigj, ndoshta direkt, nuk e di. Jo? Okej. Është apo përgjigjem. Faleminderit shumë për pyetjen. Edhe unë edhe Piro jemi akademik të marrëdhënieve ndërkombëtare, kështu që fillimisht me artikullit ju kemi qas pse është bo një qëndrim, pse mbahet një qëndrim i caktuar, edhe çysh mundet mos më marrë për bazë
edhe kur dilet në mbështetje të qeverisë izraelite ose në solidaritet me qeverinë izraele, po dilet në solidaritet për çfarë? Se çfarë është të ndodhur? Domethënë, vetë mungesa e subjektit i cili dhunohet aktualisht nuk është pjesë e ligjëratës së kryeministrit në atë moment edhe e lëvizjes vetëvendosje. Pastaj në momenti që kemi pa fshirjen selektive, por jashtëzakonisht precize, ajo na kalon me kuptu pastaj dimensione të tjera se kjo nuk ka shumë të bëjë vetëm nëse është relevante Palestina për Kosovën, nëse është e domosdoshme të reagohet ose jo, mendoj që këto lloj pyetje nuk jo detyrimisht janë produktive. Për mua është më rëndësishme me kuptu në çfarë tensioni është vetëvendosja, kur vendos të fshi nga historia e ekzistencës së saj artikulime jashtëzakonisht të mirë argumentuara, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin intelektual edhe gjuhësor, sepse kjo pasaj për mua është edhe varfënim i hapësirës dhe i mbamendjes intelektuale, kur hiqet një pjesë e asaj ligjërate. Sigurisht, Kosova duke mos qenë shtet i përfunduar në kuptimin që nuk është shtet antar i Kombeve të Bashkuara, secili vendim që mirët është pak a shumë graviton në dhënien e përmbajtjes së kësaj shtetësie të munguar ose shtetësisë së cunguar. Por ka limite deri ku shkohet, sepse këtu kemi të bëjmë me një tjetërsim të tërë politik. Fshirja e konfrontimit për çështje shumë parimore me ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe fshirja e parimeve dekoloniale në mbështetje të Palestinës, kalojnë edhe në për sfera të tjera, se unë nuk mund ta shoh këtë fshirje ndaras prej mënyrës se si Parlamenti i Kosovës për momentin po merret me punonjësit teknik sanitar në kuvend. Këto dyja nuk janë të ndara. Prandaj Palestina nuk është vetëm dhuna që po ndodh atje. Është rinegocim i vlerave, i parimeve politike, është rinegocim tërësor, do thoja unë, i koncepteve ideologjike të një lëvizje e cila herën e fundit që e kom këshyr, vazhdon të jetë e majtë. Dhe kur ndodhin këto fshirje, të paktën është në rëndësi që të artikulohet çfarë ka ndryshu, sepse për mu si studius, ose edhe si qytetare by proxy e këtij vendi, për mu nuk është e qartë çfarë ka ndryshu dhe çfarë aktualisht po rinegociohet. Veç dishta me seksi çështje, jo kështu, po më rejnë, ma shumë jo pyetje, po ma shumë si koment, që është shumë interesante me pa që shumë çështje ja vlen me o qenë të institucionalizume. Mirë po, qaq shumë kemi çështje në fushën e drejtave të njeriut, apo dhe në përgjithësi mas 99-ës në çështje me heritage, të cilat jo domosdoshmërisht kanë qenë të trajtuar nga institucionet e Kosovës. Do të thotë që unë mendoj që shoqënia civile ka pas një barë kogja të lartë, në barë në vete cilën mendoj që gjithë ne e kuptojmë në aspektin e ruajtjes së trashëgimisë të shumë çështjeve në fakt në përgjithësi. Dhe fakti i ndjenjes me luftu gjithmonë që ajo të institucionalizohet, nganjëherë me të vërtetë krijohet bëhet si një barë, apo nganjëherë edhe shumë shpesh bëhet e pamundshme. Dhe ndoshta është mirë pak, po mendoj po shoh shumë njerëz këtu që kanë bërë shumë me të vërtetë për trashëgimin përgjithësi në Kosovë, edhe do të thotë sa është e rëndësishme që çështjet të cilat na preokupojnë, çështjet të cilat kanë ndodhur, çështjet të cilat duhet me u dokumentu, me qenë të institucionalizuara. Sepse mendoj që këtu në Kosovë ekziston një ndasi kogja e qartë në mes shoqënisë civile edhe në mes të asaj fatkeqësisht, po mendoj qeveritarë, nuk po them fatkeqësisht, nuk po flas vetëm për këtë qeveri, po mi po në përgjithësi gjithmonë kemi pas një lloj sfide si ka me u fut kjo në një mbrojtje të tërthërt
apo në mbrojtje të përgjithshme shtetënore, në kështu më përgjithësi. Dhe mendoj që si shoqëri civile shumë shpesh e kemi marrë rolin ndoshta shumë më të lartë se sa që është dashur. Vetëm desha me pas një perspektivë t'juajën, duke di që Kosova është shumë ka bo, shoqëria civile shumë është angazhuar në këtë pikë se sa vetë institucionet dhe sa është e rëndësishme institucionalizimi i çfarëdo lloji çështje që cilën dëshiron me amajt trashëgiminë në vendit. Faleminderit. Shumë shkurt ndoshta arkivimi edhe të arkivuarit nuk do duhet të ishte vetëm detyrim institucional. Ato thonë politikat dhe formatin e të cilin arkivohet sigurisht është barë institucionale, edhe këtu besoj pajtohemi që ka pas qalime në vazhdimsi, por kjo prapi ka dhënë edhe mundësi shumë praktikave individuale dhe kolektive, bara e shoqërisë civile, quhet e tip për me dalë pastaj në pahë dhe në sipërfaqe. Ndoshta lajmi i mirë në këtë është duke qenë këto vende të pa konsoliduara, shpesh herë shoqëria civile e ka një pushtet më të madh se sa që do ta kishte dikun tjetër, për shembull. Sepse jo se nuk ka reagim civil, për shembull, edhe në Belgjik kur që debatohet në vazhdimsi për heqjen e statujës së mbretit Leopold, i akuzuar për vrasjen e 6 milion kongolezëve, për shembull, dhe bulevardet kryesore në Bruxelles janë me statujat të mbretit Leopold. Nuk është se nuk ka rezistencë civile në Belgjik për këtë. Është debat i vazhdueshëm. Por mundësia për të ndryshu ose për ta qa atë totalitarizëm të arkivit është shumë ma e vogël, sepse i gjithë kolonialiteti dhe postkolonialiteti belg është ndërtu mbi këto premisa. Prandaj nëse hjeket një statuje Leopoldit, rinegociohet vetë ekzistenca e Belgjikës, ndërsa në këtë hapësirë, me qenë se gjithçka është në negocim edhe është në formim, ka shumë hapësirë që këto intervenime nga shoqëria civile, edhe kur janë barë, pajtohem që janë barë, ta kenë të paktën probabilitetin që t'jenë më të suksesshme. Sepse lëvizjet civile, sidomos tash në raport me Palestinën, shpesh herë humbin na për burokracinë e pa mundur të shteteve evropiane ose të bashkimit evropiane dhe nuk arrin as me dalë prej burokracisë për ta pas pastaj një efekt të caktuar në politikë. Faleminderit. Ka pyetje tjera apo komente? Nështë veç si koment, Faleminderit shumë, Vjosa. E ceke këtë fluiditetin e pas luftës edhe tentimet ndryshme me arkivu, tentime private, tentime të shoqërisë civile, tentime sporadike shumë shpesh, po edhe tentime që afatkeqësisht shpesh kanë qenë veç si fluska edhe për shkak mungesës mbështetjes institucionale nuk janë vendosur. Për shembull, Prishtinë ka pas qaq shumë ekspozita, cilat kanë qenë kështu arkivit të bazume në hulumtime të mira, të arkivume të mira, të reprezentume mirë, shumë të vetëdijshme për shtrezimin e shumë fesht kujtesës, cilat për mungesë të hapësirës, dhe më thonë, është edhe që e mungesa e shpis, të përmene këtë ide në arkivës si shpi. Mendoj që një ndër elementet kryesore që ka mungu vazhdimisht në kontekstin tonë, është që një streh me imbledh gjitha këto në një vend. Po pastaj edhe tentimet që janë bo, për shembull, ka tentimi i fundit është me memorialin Prekazi. Edhe në momentin që këto tentime janë si të koncentrume të një grupi njerëzve, mandej ka gjithmonë që
deformimi i historisë apo fshirja e shumë niveleve tjera njerëzore, cilat për shembull te memoriali prekoz i familjes prekoze janë shumë të nevojshme. Kështu që për mu ka një herë që kjo mungesa e një farë ngurësie institucionale ka leju edhe pse pajtona që do të thonë ekziston një farë mungese e narracionit për të përbashkët apo të konsolidum për ngjarje të caktuara në Kosovë, apo kryesisht narracionit që është kriju edhe për shembull te përmendë helmimet, unë Gjulli Mërtus e ka një reflektim më të mirë për helmime, tentime tjera janë shumë kështu si ma sporadike, kështu që kjo idea e mungesës konsolidimit në sekshyrë për shembull që ka ndodhur mas Holokaustit, po ashtu ju ka vyt 20-25 vjetë, deri sa e kanë konsolidu një farë narracioni. Unë po menoj që, po marrë parasysh që në kontekstin tonë, gjithçka është të hecë shumë shpejt, po na duket shumë vonë, mendoj që jemi që aty dika në kontekstin kohor, deri sa për gjeneratat si gjenerata jonë që ka qenë dëshmitare drejt për drejt e luftës, krijohet një farë distance kritike. E mendoj që është e nevojshme po ashtu që ky konsolidimi i narracionit me ndodh pak ma vonë, jo me njëherë mas luftës. Edhe unë e shoh si demokratike që të mos insistimin në ngurëcimin e narracionit me njëhershëm. Edhe përmend edhe një element tjetër, është qaj, unë e konsideroj që është jashtëzakonisht i rëndësishëm me ritheksu, është qaj elementi i bashkësisë ndërkombëtare edhe shtetësisë të kontestume. Domethënë, shtetësia jone kontestume, edhe demografia e Kosovës, apo në Kosovë tash ma shumë se 50% e popullsisë nuk ka, edhe pse lufta ka ndodhur vetëm para 25 vjetëve, nuk ka kujtesë personale për çka ka ndodhur për luftën. Kështu që, në këtë aspekt është që ky alarmi për qysh po komunikojmë me çfarë post memory generation, po në aspektin e hapësinës së zgjata, edhe s'po mri deri te poenta, po du me thonë, pa marrë parasysh sa për ku jemi na, është frustruese që nuk ekziston një streh, që nuk ekziston një farë konsolidimi i narracioneve, që është frustruese që shumë prej arkivave po zhduken, po dëmtohen. Mendoj që për shembull Instituti i Krimeve të Luftës është të bo një përpjekje që ja vlen mi jap hapësinë edhe kohë për me pa punën e tyre. Mendoj që është ndoshta deri tash përpjekja më serioze për dokumentim. Kështu që kjo është kështu my 2 cents. Ashtu po faleminderit shumë për qatë kronologji, mendoj që është interesante, mendoj që ashtu në 3 faza. Faleminderit. Vetëm diçka shkurt sa i përket, sepse fluiditeti edhe ndoshta ti ke absolutisht drejt kur thu që nuk është se jemi vonë, edhe është mirë që nuk ka një totalitarizëm të arkivuarit ose të krijimit të narrativës, që edhe krijimi asaj master narrativës së luftës çlirimtare, edhe ajo është kontestuar dhe vazhdon me u kontestu prej së brendshmi, tash kemi po kontestohet edhe prej analeve të tjera të institucioneve ndërkombëtare të drejtësisë. Pra në këtë kuptim jam mjaftueshëm optimiste që nuk ka ndonjë kisha me qenë shumë ma e preokupume nëse arkivi kish me qenë i mirë vendosën edhe kish ngulmu në të vërteta të kullume në narrativat e caktuara për çfarë jemi, kush jemi edhe ku duhet të shkojmë. Por në të njëjtën kohë, edhe në këtë fluiditet, unë mendoj që në vazhdimsi duhet me e dekonstruktu çfarë lloj fluiditeti po ashtu po flasim, edhe cilat fluiditete për shembull, sepse Esat Shala është një fluiditet krejt tjetër në hapësirën e intervenimeve për arkivin edhe për mbamendjen. Dhe në këtë pikë mendoj që duhet me pas në vazhdimsi të paktën frikën se ndoshta jemi vonë, në kuptimin që me vazhdu me i dekonstruktu edhe këto fluiditetet të tjera. Sa i përket Holokaustit, masi jemi këtu ku jemi, në këtë periudhë ku jemi,
krejt reagimin gjerman të cilin e kemi parë sot, kriminalizimi i protestave në Palestinë në Gjermani, nuk mund të shihet i ndam prej mënyrës se si Gjermania u morë me veten pas Holokaustit. Do me thonë, aty kemi origjinën e totalitarizmit të arkivit, i cili sot pastaj e ka shumë problem çfarëdo akti të rezistencës, çfarëdo akti të mbështetjes, i cili e vën në pikpyetje fajin kolektiv gjerman. Do të më thonë, shkon deri në këto absurditete që ajo ngurtësia, pra. Sepse shpesh edhe rasti i Gjermanisë pas luftës së dytë botërore jepet edhe si rasti, na ja mësojmë studentave si rasti suksesit, pra. Okay? Ajo çfarë kemi pa në Gjermani në këto 2 vitet e kalume, është pikërisht kontestim i vetë qasaj praktike për shkak të atij totalitarizmi të arkivit që nuk mundesh me thonë sendet të saktume, nuk mundesh mos me qenë pro hebrej, pro Izrael, nuk mundesh mos me dëshmu mjaftueshëm pjesëmarrjen tonë në fajin kolektiv gjermanët të tjera se këto. Prandaj shumë mirë që nuk kemi një arkivim ose një narrativ kaq totalitare, por në të njëjtën kohë edhe në këtë fluiditet duhet me vazhdu me dekonstruktu nuancat e fluiditetit, sepse nuk jo të gjitha fluidet janë të barabarta dhe jo të gjitha fluidet janë të mirë përfaqësuara. Okay. A ka pyetje? S'paska. Është një pyetje atje. Faleminderit shumë Vjosa për ligjërat. Unë ndoshta po mundohem me mendu për arkivat në Kosovë në relacion me Beogradin, sepse e di që autorë që kanë shkru për arkivat koloniale gjithmonë e theksojnë faktin që vendet cilat kanë qenë vende kolonialiste kanë qëndrim tillë thuj se nuk kanë të bajnë kurgja me historitë e kolonializmit. Edhe ato përvoja të qenit subjekte të kolonizuar i takojnë vetëm hapësirave kur realisht ka ndodhur dhuna koloniale. Kështu që ndoshta si e sheh Beogradin këtë peizazhin e arkivave në raport me Kosovën. Për shembull në Kosovë ende kërkojmë për lokacionet e njerëzve të pagjetur, po ashtu ka artefakte materiale që ende mbahen në Beograd, kështu që ndoshta me pa këtë relacionin e hapësirës arkivore në Kosovë në raport me Beogradin. Faleminderit shumë, është intervenim jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe me cilin nuk është se ju mora sonte as më herët, po është tendenca për me i pa qëto problemet, qoftë humnerës, qoftë potencialit për arkivim, për shkak se janë shumë të lidhura me shtetë formimin edhe me forcimin e subjektivitetit shtetit, shpesher kanë tendencën me u pa si procese gati ishullore, të ndame. Edhe kur kjo është në një mënyrë kaq hapur e kontestueshme, për shembull prej Beogradit zyrtar, mbajtjes së arkivave, personave të zhdukur, mendoj që sidomos në raport me Serbinë, përveç arkivit, pjesë e rëndësishme e arkivimit ton ose të marrëdhënies arkivore do duhet me qenë edhe gjuha kolonizuese, të cilën do duhet ta zhvillonim në raport me marrëdhëniet tona me Serbinë. Nuk po flas këtu vetëm prapë për periudhën e 90-ave, po e gjithë ky kontest tash me të dhënat me arkivin, prapë është për mu do të ishte e domosdoshme të vendosej në krijimin e një hermeneutike, e një rrjeti diskursiv i cili i vendos këto probleme në raportet të kolonialitetit, cili vazhdon të jetë i mirë vendosur në Serbi në raport me Kosovën. Kështu që për mu e para është diskursi, e para është gjuha, për të fillu, për të mendu pastaj si do duhet i qasishim problemeve me arkivin dhe për arkivin në raport me Serbinë. Faleminderit.
Nëse s'ka pyetje tjera, faleminderit shumë Vjosa për ligjëratën. Faleminderit shumë edhe juve. Ka qenë knatësi edhe gjithmonë është nderë me u kthy në shtëpi. Faleminderit shumë krejve.